Në ditën e rinisë, sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë Tedi Blushi renditi problematikat me të cilat përballen sot të rinj shqiptar. Blushi tha se për të blerë një apartament modest në Tiranë, shqiptarët duhet të kenë kursyer 130.000 euro. Një shifër kjo as pak normale, tha ai, duke pasur parasysh pagat e ulta dhe kostot e larta të jetesës. Sepse në vitin 2013, edhe pse mes shumë vështirësive, njëri e kishte të mundur që të siguronte një banesë përmes punës pavarësisht sakrificave që do t'i duheshin. Ndërsa në vitin 2025, edhe pse të rinjt janë me 2 ose me 3 punë, edhe pse kanë një pagë mbi mesatare, edhe pse mund të kenë disa kursime minimale, blerja një shtëpie, sidomos në Tiranë për një të ri ose për një çift të ri, kërkohet që në fakt duhet të paktën 60 deri 70 vite punë. Sot janë rreth 85% deri 90% e të rinjve që nuk kanë një mundësi reale për të blerë një shtëpi në kryeqytet. Ndaj sipas Blushit, programi i Partisë së Lirisë për familjet e reja i jep fund shpopullimit. Dua t'ju kujtoj se ky program thellësisht dhe vetëm në mbështetje të rinisë garanton një pagesë 70 deri 100% për nënat për 2 vitet pas lindjes, garanton 3 fishimin e bonusit të bebes, uljen e taksave për nënat me më shumë fëmijë, kredi deri në 20.000 euro, pa interes për çiftet e reja. Tedi Blushi bën thirrje të rinjve të refuzojnë të jenë spektator përballë qeverisë dhe të marrin në dorë fatet e tyre.